me lexuar. Po, nuk më lexuar, se na tek më lexuar. Faleminderit. A do votoni raportin edhe me kalu skopu pikakore me ashtu e tjerë. Do diskutojmë bashkë me deputet, po edhe me deputetët e tjerë, sepse ajo nuk ka qenë dorëheqje, ka qenë një lajmërim për dorëheqje, ne s'kemi pa dorëheqje të as të kryeministrit, po as të kabinetit qeveritor. Ai ka bërë shkelje kushtetuese, mirë që ne kemi qenë deputet vjetë edhe vigjilente, kemi pa që është të shkel, dhe qëllimshëm për shkel në mënyrë që të zbarit këto procese. Ko marrëveshje a këja me vendosën keni pas bisedime? Jo, s'kemi pas edhe zot, as kemi pas takim as do të kemi, ne jemi deklaruar qartë, kemi bjarë që me lëvizjet e vendosën nuk do të kemi asnjë lloj. Po për konstituojmë kuvendit, a e këshillon votën? Nuk e besoj, por ne ende nuk e dim as kur do të jetë kandidati, nuk moj me votu një kandidat nëse kriterit me pas votën teme. Do me kriterit njerëzore, intelektuale, kombëtare, nuk moj për shembull votu me moza kursore në cila ka pas direkt komunikim me radioçiqin që mos përfshihen në listën e pagës minimale veteranet e luftës. Si mund të votojmë në për Po, por me do të emri Fatmir Limaj. Nuk e di, ne nuk e kemi ende, nuk e kemi në informacion, do të shohim. E vot për Limaj? A keni? Nuk e di.